Është sjell nga Tirana në Prishtinë ekspozita Ikonat e Opiumit, që përmes kësaj ekspozite sjell dëshminë e propagandës komuniste për largimin e fesë islame dhe të tjera nga Shqipëria. Gjatë ditës së sotme, Elton Hatibi nga Instituti Konak prezantoi punën me dokumentimin e propagandës për largimin nga feja, që sipas tij janë përdorur 3 doza të opiumit. Kjo është sjellë në Prishtinë pasi është hap në muajin prill në Tiranë dhe mendojmë që të vidhen në Prishtinë sepse publiku në Kosovë njohi dhe një aspekt historisë komunizmit në Shqipëri, që një nga ato bëmat më të mëdha të këtij regjimit pra ishte edhe mbyllja e fesë dhe lufta kundër fesë. Neve qëllimi që bëmë ekspozit, pra është një tentativë për t'i ofruar publikut një njohje më të plotë për këtë realitet, pra që gjithkush e di që gjatë komunizmit është ndaluar feja në Shqipëri, por për të pa dhe dinamikat, propagandën, kryesisht temat, por mbi të gjitha aspektin vizual, pra grafikën, sepse propaganda antifetare kishte filluar që nga vendosja e sistemit komunist deri në fund të viteve të 67-ta, kur si rezultat ishte arritur që të ndalohet feja në tërësi. Elton Hatibi tregon dinamikën e kësaj propagande antifetare. Mund ta përmbledhim kështu që në fillime klerikët janë akuzuar si agjentë fashizmit ose të anglo-amerikanëve, pra si forca që nuk ja duan të mirën atë dheut. Kjo është ajo. Nga ana tjetër, disa praktika fetare, pavarësisht feve, pra krishtere ose muslimane, janë dekontekstualizuar dhe janë përqesh, përtall, kanë gjetë pra disa element ku mund të ndërtonin një narrativ antifetare. Derisa vim në mesin e viteve 60, kur mbyllet dhe feja, ku propaganda bëhet agresive. Ai tregon një shembull se si në atë kohë përmes grafikave kishte funksionuar propaganda antifetare. Në Shqipëri ka pas funksionuar që në ndrimin e viteve, sepse viti i ri ka qenë një festë e rëndësishme në kohën e komunizmit, gjatë ndrimit viteve, pra ilustrohej ndrimi i viteve si një stafetë midis një plakut vjetër dhe një të riu që ishte viti i ri, pra. Edhe kjo ka qenë standarde, domethënë në gjithë. Mirë po, edhe kjo është përdorur për qëllime propagandistike. Në këtë rast, viti i vjetër, që është plaku 1967, po i ka lënë në dorë stafetën viti të ri, pra që është 68-ta, dhe në këtë rast ka premër gëshër disa tullumbace, që janë tullumbace festive në këtë rast, i thonë tullumbace këtu, dhe në secilin tullumbac janë disa simbolika fetare, pra është një prift ortodoks, një prift katolik, një hoxh, kisha, xhamia, Kurani, hajmalia, kryqi, dhe kjo është interesante që tregon që komunistët i kanë kushtuar vëmendje edhe detajeve. Ekspozita Ikonat e Opiumit këtë vit ka ardhur në Prishtinë si pjesë e festivalit Fotoist dhe është hapur nga 17 tetori dhe do të jetë hapur deri më 24 tetor.